Është ndarë nga jeta pas një sëmundjeje të rëndë aktori dhe regjizori i njohur shqiptar Gjergji Lala, një nga figurat më të spikatura të kinematografisë shqiptare dhe krenarie e qytetit të Lushnjës. I lindur me 6 dhjetor 1947 në Lushnjë, Gjergji Lala u diplomua në Institutin e Lartë të Arteve dhe ndërtoi një karrierë të pasur në teatr dhe film. Debutimi i tij në ekranin e madh erdhi në vitin 1976 me filmin Tokë për gjakur, ku interpretoi rolin e Xhemes, djalit të Zotit Maksut. Më pas ai u bë pjesë e një sër filmash të njohur të kinematografisë shqiptare, si Liria vdekje, Gjurmë në kaltërsi, Në prag të lirisë, Shtëpia jone përbashkët, Një emër midis njerëzve, Lumi që nuk shteron e të tjerë. Ndër interpretimet më të vlerësuara mbetet roli patriotit Mihal Grameno në filmin Liria vdekje, që e vendosi mes aktorëve më të spikatur të kohës. Përveç kinemas, Lala ka dhënë kontribut të rëndësishëm edhe në skenën teatrore, duke punuar si aktor dhe regjisor në Teatrin Mbyllis në Fier gjatë viteve 1988-1992, si edhe me trupën e teatrit të Lushnjës, ku vuri në skenë vepra të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare. Që prej vitit 1992 ai jetonte në Itali, ku vijoi karrierën artistike në filma dhe seriale të njohura italiane, si ambasadori rus tek filmi Il Papa Buono, ka luajtur edhe tek filmat L'Orizzonte degli Eventi, L'Uomo della Carità, Don Luigi di Liegro, Medicina Generale, Il Sapore del Sale. Gjithashtu ka luajtur edhe në seriale të njohura italiane, si në sezonin e 7 të La Squadra dhe Don Matteo 5. Për kontributin e tij në artin shqiptar në vitin 2011 u nderua me titullin Naim Frashëri. Me ndarjen nga jeta të Gjergji Lalës, kinemaja dhe teatri shqiptar humbi një prej përfaqësuesve më të denj të brezit të artë të skenës dhe ekranit shqiptar.